7 dhe 8 marsi, festa e mësuesit dhe dita ndërkombëtare gruas janë festuar edhe në Pogradec. Buqetat me lule, çokolata dhe bijut kanë qenë pjesë e dhuratave që nxënësit dhe bashkëshortët së bashku me fëmijët e tyre kanë dhuruar në këtë ditë simbol. Gëzuar 7 marsi. Do kemi që është mësuesja më e mirë në botë, edhe pse është viti i parë që jemi me të, dhe duam shumë. Kemi blerë disa gjëra të bukura dhe unë do të dhuroja një lule. Gëzuar 8 marsi. Për mamin dhe nanën. Ju shikoj me lule në duar, kujt i dedikohen? Nënës tuaj, zonjës tuaj. Nënës, familjes, respekte. Për gjithë nënat dhe zonjat. Nënat e zonjat që janë bërë Pjesë e kësaj feste sot. detyrimisht. Mësuesit janë heronjtë e dijes, të cilët e përcjellin atë ndërbreza, ndërsa nënat janë oazi i dashurisë së pakufi për fëmijët dhe jetën tonë në përgjithësi. Nëse mësuesit dhe nënat kanë një jetë që u shërbejnë fëmijëve të tyre, tani nxënësit dhe fëmijët duhet t'u tregojnë mirënjohjen e thellë dhe dashurinë që kanë. Le t'ua dedikojmë suksesin tonë jetë mësuesve tanë. Le të ecim në hapat e prindërve tanë, në mënyrë që një ditë edhe fëmijët të ndihen në të njëjtën mënyrë si ne që ndihemi sot përballë tyre.